Në ditët e sotme duket sikur prioritet janë mbyllja e pemëve dhe rrugët, por në fakt prioritet duhet jetë rinia dhe krijimi i mjediseve të favorshme për angazhimin e tyre. Buxhetet e bashkive duhet t'i kushtojmë shumë vëmendje të rinjve dhe aktiviteteve që mbajnë të angazhuar të rinj në vendlindjet e tyre. Në Kuçovë po punojmë për të ndikuar përmes advokimit për të orientuar sipas nevojave të rinjve buxhetin e vitit 2023. Është bukur kur të rinjt bëhen bashkë për kauza që i blen jo vetëm atyre, por gjithë komunitetit. Kjo përpjekje të rinjve apo çdo komuniteti nuk duhet të bjerë në mungesë vëmendje prej të zgjedhërve vendor. Angazhimi ynë duhet të kthehet në obligimin e tyre për të sjellë ndryshimin e shumë kërkuar nga të gjithë. Rinia në ditët e sotme ka nevojë për më shumë vëmendje, sidomos në politikat vendore. Këto politika ka nevojë për më shumë buxhet, ndaj ne po punojmë të gjithë së bashku për të ndikuar në planifikimin buxhetor të Kuçovës për vitin e ardhshëm. Këtë po e bëjmë përmes angazhimit ton direkt dhe mobilizimit të rinjve përmes fushatave avokuese. Demokracia pa veprim nuk ka kuptim. Nuk mund të kërkojmë që të zgjedhurit për të qeverisur në nivelin vendor të bëjnë vetëm ata që mendojnë dhe planifikojnë ata. Ne duhet të i marrim pjesë në vendimarrje drejt interesit dhe nevojave tona. Ne po e bëjmë këtë duke mobilizuar të rinj për të shfrytëzuar fuqinë që na jep ligji për qeverisje vendore, për të kërkuar ndryshime buxhetore. Advokimi rinor është mekanizmi i dur për të përçuar tek zyrtarët vendor nevojat e të rinjve dhe të rinjtë e Kuçovës sot kërkojnë më shumë aktivitete rinore, më shumë buxhet për të rinj. Rinia është fuqia, jo vetëm e së ardhmes, por edhe së tashmes. Fuqizimi i të rinjve përmes advokimit dhe ndërgjegjësimit publik është mundësia më e mirë për të treguar se sa e duam vendin tonë dhe sa të aftë jemi për të punuar për të mirën e përbashkët mjedisin. Fushata avokuese synon të riorientojë buxhetin e Bashkisë së Kuçovës për vitin 2023 duke i dhënë më shumë vëmendje mbështetjes së të rinjve, aktiviteteve rinore kulturore me qëllim që brezat e rinj të ndjehen të motivuar për të punuar dhe kontribuar për vendlindjen e tyre.